se si njerëzit i trajtojnë objektet. Se njerëzit kanë lidhje me njëri tjetrin, absolutisht. Kjo futet e pjesa psikologjike, njerëz me njerëz. Po çfarë arrin të bëjë objekti psikologjikisht, e kupton kur studion arkitekturë, di ta vlerësosh. Di t'i japësh ato pikat që për shembull, pse ti këtë studion ke zgjedhur ta bësh të zezë? Aty unë kuptoj për psikologjinë tënde. Prandaj është shumë fushë e bukur. E pse për shembull çfarë kupton për psikologjinë time për faktin që kam? Ti do ta çosh fokusin tek ftuarit. Ose tek vetja. Ose tek vetja. Po ka ndryshim të madh midis dua ta çoj te ftuari Ne po te jemi vetja. në një tavolinë trumbullakët, kështu që jemi të barabartë. Pse e kam për tavolinë trumbullakët? Që jemi të barabartë. E she. Ja, këto të bën. Arkitektura, tani ti e mbyllë me arkitekturën? Ku je? Ç'a faze e ke mbyll? Atëherë, unë mos të them kot, nuk e kam mbyllur, kam një gjithmonë është ai tek provim, por unë kam arsye të fortë për atë tek provim. Pse se mora atë provimin? Ka qenë një provim në vit të tretë që është e vetmja gjë që më ka ngelur, me diplomet gjitha e kam mbyllur, jam pranuar, thjesht është ajo pengesa e atij provimit që ka ndodhur në vit të tretë, kur unë hapa punën, BPM-in, e kisha të pamundur të shkoja në 2 vende për një herësh, edhe humba si provim dhe nuk arrita ta menaxhoj kohën kur më pas. Do ta ushtrosh? Po, patjetër që po, por në një moment të dytë.